Shumë, po ndërkohë ka prezantuar dhe një plan sigurie kletë me 6, le të themi, çështje kryesore, 6 pika kryesore. Ushtri të Ukrainës deri në 800.000 trupa për të, le të themi, si deterrencë për agresionin, një forcë multinacionale në Ukrainë të udhëhequr nga Europa, të ndërtuar nga koalicioni i atyre i vullnetmirëve, një mekanizëm për armë pushim të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ato që konsiderohen garanci sigurie për Ukrainën, edhe për Ukrainën, dhe në rast se këto garanci sigurie, në rast se nesër Ukraina preket, do ketë një, le të themi, një reagim të menjëhershëm edhe të vendeve europiane, investimet pastaj për rindërtimin e Ukrainës dhe mbështetje për futjen e Ukrainës në Bashkimin Evropian. Ajo që të bën përshtypje është që territoret, sikur për territoret është... Në raport me planin ose me pikat europiane, ajo që të binë sy është që nuk hiqet dorë nga çështja e integrimit të Ukrainës në Bashkimin Evropian. Po, ajo është support. Dhe Ukraina do të integrohet në Bashkimin Evropian, ndofta ky do të jetë lëshim me territore në rast se do të mbahen pushtuara nga Rusia, në rast se nuk do të zgjidhet konflikti. Ideja është që sido që të jetë ka një lloj ndjeshmërie për atë që fundit Rusia është regjimi Putinit. Dhe njëherë që mund të bie regjimi Putinit, atëherë ndofta problemet e mëdha si Ukraina etj. Mund të shkojnë drejt një momenti zgjidhjet. Mos harrojmë që ato që u përmenda pak më përpara, qoftë konflikti në Gjeorgji, qoftë në Ukrainë, qoftë të gjitha sipërmarrjet që ka pasur Rusia në Siri apo dhe në zonat të tjera të Afrikës kanë qenë sipërmarrje ushtarake, të cilat kanë një emër. Është emri Vladimir Putinit. Dhe në momenti që regjimi... Jo, mënyra si e shtron thua se Putini është simptom e Rusisë. Në fakt, ka shumë komentatorë që thonë Putini përfaqëson dobësitë e mëdha të Europës. Jo, nuk do ta shifja kështu. Nëse do ta marrësh nga një pikpamje historike, Rusia e 100 e ca vjetëve të fundit është përballë me kriza të shumta, të cilat janë lidh me jo me regjimin vetvete, po me kokën e regjimit, dhe me regjim kam parasysh regjime demokratike autoritare nuk ka shumë rëndësi. Por në rastin e një regjimi autoritar, natyrisht identifikimi i regjimit me vendin është shumë herë më i plot, edhe me misionin që merr përsipër vendi. Misioni që merr përsipër vendi është misioni atij që drejton regjimin, siç është rasti konkret Putini jo që kur ka ardhur në pushtet, sepse kjo nuk mund të thuhet, po me kalimin e kohës, me përmirësimin e pozicionit ekonomik dhe ushtarak ekonomik të Rusisë, por edhe ushtarak, dhe me përmirësimin e pozicionit të brendshëm, sepse Rusia, ç'është e vërtetë, ka një rritje të rëndësishme ekonomike në gjatë këtyre viteve, që është përkthyer edhe në nivel jetese kështu me radhë. Regjimi ka vënë vetes si detyrë që të rikrijojë ambientin e ish-bashkimit sovjetik. Dhe pika më e rëndësishme e këtij ambienti, ose pika më të rëndësishme që regjimi nuk kontrollon, ka qenë Ukraina. Regjimi praktikisht përveç në Europë ka humbur të gjitha vendet përveç Ukrainës, edhe vendeve balltike. Këtë luftë nuk e nisa unë, thot Putini. Putini thotë... Këtë e thotë edhe Trumpi. Jo, këtë luftë e nisi... Jo, këtë e thotë edhe Trumpi dhe Putini. Jo, ideja është këtu. Sa i përket vendeve të aziatike, ka pas një lloj si thosh pranueshmërie nga ana edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës që Rusia mund të ketë një lloj kontrolli nominal. Kjo edhe për shkak të krizës së 11 shtatorit, rritjes së presionit të fundamentalizmit islamik, nga të cilat disa nga republikat e Azisë Qendrore kanë qenë të prekura. Edhe për shkak të raporteve ekonomike, edhe për shkak sepse ndofta Rusia ka qenë një vend i cili mund të kontrollonte ose mund të kishte një lloj kontrolli nominal më të fortë, edhe ishte më i dëshirueshëm se sa Kina. Po ta marrim nga kjo dhe pikpamje. Sa i përket Evropës, çështja e vendeve europiane të ish-bashkimit sovjetik ka qenë gjithmonë çështje diskutimi, qoftë për
në raportet mes Europës, Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Rusisë, qoftë edhe për shkak të natyrës së brendshme dhe problemeve shoqërore që kanë pas këto vende. Këtu fus Gjeorgjin, gjitha revolucionet me ngjyra, revolucionet portokallie etj që kanë ndodhur në Europë, në Evropën lindore në vitin 2004 etj. Ka pas një perspektivë të qartë dhe dëshirë të këtyre vendeve për të futur në Bashkimin Evropian, edhe në NATO, sidomos të vendeve balltike. Për NATO ka reaguar dhe sidomos të vendeve balltike, po unë nuk mund ta imagjinoj dot që një vend që tre vende si puna vendeve balltike, të cilat e fituan pavarësinë nga perandoria cariste, e morën nga konferenca e Versailles, e humbën nga Bashkimi Sovjetik, janë okupuar jo si pasojë e luftës. Nuk u okupuan nga Gjermania, u çliruan klapa nga Bashkimi Sovjetik. U janë okupuar diku nga shtatori vitit 30, vitin 40, pak a shumë diku nga fundi dhjetorit vitit 39, diçka tillë se mbaj më të mirë, u okupuan nga Bashkimi Sovjetik, u inkorporuan brenda Bashkimit Sovjetik tre republika, të cilat ishin vende sovrane, të njohura nga traktati i Versailles, ashtu siç ishte edhe Polonia. Se dhe Polonia u sulmuan edhe si nga Gjermania si nga Bashkimi Sovjetik. Tash këto vende që e fituan pavarësinë në vitin 1991-92. Do të thënjishin, le themi. Si e imagjinojnë profilin ose se thosh të ardhmen e sigurisë tyre kolektive? E kanë imagjinuar brenda bashkimit, brenda projektit evropian, Komunitetit Evropian edhe NATO-s. Prandaj të thash pak përpara që Bashkimi Evropian kjo pikpamje është sfidë. Për shumë vende i bart të dyja dimensionet, edhe dimensionin e natyrës ekonomike, edhe dimensionin e sigurisë. NATO-ja është një vlerë e shtuar në gjithë NATO, për NATO, po gjithsesi, Endri, si e shikon këtë planin me 6 pika të europianëve? Duket sikur nuk përmendet sikur Ukraina ka rënë dakord që ato territore që janë marrë, sepse nuk është se përmenden aty. Pavarësisht deklaratave që ne nuk lëshojmë asnjë centimetër etj. 6 pikat që Europa ka rënë dakord nuk është se diskutojnë çështjen le themi e terrenit që ka marrë sot apo ka pushtuar sot. Vetëm një ndërhyrje të vogël. Sa imagjinoni sa ka zgjat pushtimi i Nagorno-Karabagut nga Armenia, sa kohë zgjati? Rreth 20 e ca vjet. Çfarë ndodhi para 2 vjetësh? Arriti ta ripushtoi ta rimarri Azerbajxhani? Po, për 2 javë. Endri? Kjo është një skenar i cili bile ka 30 vjet. Ka qenë vitet 90. Vitet 90. Endri, si e shikon këtë propozim të Europës që është, le themi, një shtesë që i bëhet apo një rregullim apo një ripropozim i planit të Trump me 28 pika? Një amendamente për sa i përket, një amendim, se s'po e gjej fjalën. Unë kam thënë herë, nuk ishte plani Trump me 28 pika, ishte plani rus me 28 pika, i cili u përkthye me Google Translate edhe dha Trumpi sigurisht versioni vet. 6 pikat, sepse kjo ishte skandaloze në mënyrën se si ndodhi. Pikat që tregoi, pra që nxjerr Evropa, tregon atë që është qëllimi kryesor i Evropës, që Ukraina nuk duhet e para punës të kapitullojë. 800.000 ushtarë, thotë. Jo vetëm 800.000 ushtarë, po dhe garanci. Garanci, po. Garanci sigurie. Pra, garanci sigurie. Por jo NATO. Dhe 800.000, shko. Por jo NATO. Por nuk thuhet që nuk mund të aplikojnë në NATO. E thot plani... Jo, nuk thot që nuk mund të aplikojnë në NATO. Shiko, këto janë amendamente për planin që... Do më ndërhysh, apo do... Po, mirë. Atëre, nuk thuhet që nuk do aplikoj për NATO. Nuk thuhet gjë për territoret e pushtuara. Pse nuk thuhet? Sepse janë pika për të diskutuar më vonë. Pra, ke gjë aty të njohje ndërkombëtare të territoret pushtuar në Rusia? Jo, po kemi planin me 28 pika. Pra, Europa mori planin me 28 pika. Tani do flasim për planin 28 apo 26? Po kjo është një përgjigje, po pikërisht pra, një propozim i Europës. Atëherë, flasim për këtë me 6, mos kthehemi prapë te 28-a. Po flasim për këtë me 6 ke Evropa, kush është qëllimi i Evropës? Qëllimi i Evropës është e para punës Ukraina mos kapitulloj, po. Dhe e dyta punës mos ketë njohje ndërkombëtare të pushtimeve ruse, sepse kjo rrezikon rendin botror.
siç është. Pra, kur një shtet pushton një shtet tjetër, edhe pastaj ajo pjesa e pushtuar futet dhe inkorporohet te shteti i ri, nuk kuptohet që gjithë rendi botëror na 45 këtej bie. Po bie. Këto janë dy pikat bazë mbi të cilat është gjithë politika që ka zhvilluar Evropa. Ukraina nuk duhet të kapitullojë dhe territoret nuk duhet të njihen. Kjo ka qenë vazhdimisht e njëjta strategji, domethënë që ka qenë për Evropën prej shumë vitesh. Dhe në kuadër të kësaj, Evropa vazhdon bën po të njëjtën gjë. Ukraina nuk duhet të kapitullojë, garanci që konflikti mos të vazhdojë më tutje në drejtim të pushtimit pjesës tjetër të Ukrainës, sepse plani rus në kupton demilitarizimin, kuptimin e heqjes dorë, kufizimit të ushtrisë shumë vogël, kalon se pastaj po nuk duhet të kishin as armë të rënda, nuk duhet të kishin as raketa, duhet të ishin pjesë e inspektimeve etj. Pra, do të pyeste pratikisht plani rus ishte kapitullim i Ukrainës. Dhe Evropa nuk e do këtë. Dhe kundër propozimi i Evropës është, ja ku është kjo. Çfarë ndodh nëse nuk bien dakord endri që ta mbyllim? Do vazhdoj akoma konflikti. Për sa kohë që dhe Evropës në një farë mënyrë i intereson, sepse Evropa është, siç e tham, është e papërgatitur për një konflikt përpallje tashmë me Rusinë. Dhe i duhet 2 ose 3 vjet që makineria e luftës europiane të kaloj në prodhim të plot dhe të krijojë ato rezerva strategjike që duhen, dhe njëkohësisht të rregullojë dhe infrastrukturën. Për shembull, në Gjermani, planet që po bëshin kishin të bënë me faktin që në shumë rrugë apo trena apo tjera, pra ti duhet të rregullosh në Evropë gjithë ato pikat kryesore të linjave transportit në mënyrë të tillë që të kesh mundësi të tranzitosh ushtrinë tënde nga thellësia, pra nga Franca, nga Gjermania, të kalosh të çosh afër frontit. Dhe kjo nuk kupton inspektim, kërkon organizim, investime në infrastrukturë, sepse ka ura për shkakun që nuk e mbajnë dot peshën një tanku, nëse i tank është 60 ton. Ajo urë për shkakun duhet parë, pra duhet rikonceptuar. Një tank zbotoi kilometra. Dhe jo vetëm dhe nuk është vetëm të përgatitemi edhe për 2026. Dhe nuk është vetëm kjo. Është diçka që është akoma më e rëndësishme, që nuk flitet shpesh, është pjesa e koordinimit dhe planifikimit zinxhirit komandues ushtarak. Evropa për momentin është integruar në NATO. Pra forcat evropiane janë në NATO. Dhe NATO ka një strukturë në të cilën sot komandanti i përgjithshëm është një general amerikan. Dhe përgjithsisht mënyra dhe zinxhiri komandues në Evropë ka qenë i integruar me NATO. Por ky skenar tashmë ka ndryshuar. Shtetet e Bashkuara të Amerikës në një farë mënyrë po ta bëjnë qartë që nuk duan të angazhohen në Evropë. Dhe i kanë thënë që në 2027 dhe merrni masa, në 2027 të krijoni zinxhirin tuaj komandues. Ne nuk duam të kemi komandant general amerikan në krye të NATO-s në 2027. Që do të thotë, gjithë ai zinxhir komandues, gjithë ai planifikim ushtarak që duhet bërë, integrimi i sistemet të inteligjencës, luftimit, të transmetimit, logjistikës, gjitha duhet bëhet tashmë i gjithë i evropian. Dhe Evropa nuk është e përgatitur në këtë drejtim dhe duhet punojë në këtë drejtim. Pra nuk është thjesht i prodhova tanket, po si do përdoren tanket, ku do shkojnë etj. Dhe në këtë drejtim Evropa është akoma mbrapa dhe deri në 2027 është mbrapa. Kjo është arsye që me shumë mundësi gjasat Evropa është interesuar që Ukraina mos kapitullojë dhe lufta të vazhdojë deri në 2027 dhe me shumë gjasa, nëse Putini nuk heq dorë në ato kërkesat e veta, që ka normalisht kjo luftë ka për të vazhduar. Dhe është fatkeqësia e atyre që janë në Ukrainë që tashmë po sakrifikohen për mirëqenien e Evropës.